Inspektorati i lartë i deklarimit dhe kontrollit të pasurive është ndër institucionet më të dobta sa i takon rrugës drejt integrimit në Bashkimin Evropian. BE publikoi sot progres raportin e integrimit, ku i LDKPI-s i bëhen shumë vërejtje. Ky organ ka marrë miliona euro në mënyrë që të jenë transparente deklaratat e pushtetarëve, por ende fshihen pas gishtit. Pas 3 vitesh që ka nisur zbatimi i projektit, sërish pasuritë nuk janë transparente. Efektiviteti dhe transparenca e verifikimeve të deklaratave të pasurive dhe interesave nga i LDKPI, përfshirë profilizimin me risk të lartë, duhet të rritet. Deklaratat e pasurive duhet të bëhen publike në internet, në përputhje me kërkesat ligjore. Koordinimi me zbatimin e ligjit duhet përmirësohet më tej, shpreh Bashkimi Evropian. Po ashtu në një tjetër kapitull Brukseli thotë, i LDKPI duhet të sigurohet që deklarimet e pasurive të personave të ekspozuar politikisht të jenë të disponueshme publikisht në internet. Në prill 2018, ambasadori i delegacionit evropian në Tiranë atko Luigi Soreka dhe profesuesit e Agjencisë Amerikane për Zhvillim USAID u shfaqën në ambientet e Inspektoratit të Deklarimit të Pasurive. Tema e takimit publik ishte prezantimi i sistemit të ri elektronik të deklarimit të pasurive. Për këtë sistem Agjencia Amerikane dhe projekti Horizontal Facility i Komisionit Evropian kishin shpenzuar mbi 500.000 euro. Projekti inovativ kishte 3 qëllime: të lehtësonte mënyrën e plotësimit të formularëve të pasurisë nga zyrtarët e lartë, të forconte mekanizmat e kontrollit mbi pasuritë e fshehura dhe të realizonte transparencë maksimale për publikun nëpërmjet publikimit të formularëve online. Në vitin 2022 pritej të zbatojë sistemi dhe ka dështuar sërish. Elementi tjetër është se i LDKPI ka ulur ndjeshëm pa ditë për pushtetarët e lartë dhe kjo duket se ka alarmuar Brukselin.